E të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në pikërisht në kanalin Monitor TV për të sjellur për jush ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit edhe dinamikat. Do ndalojmë tek Big Brother VIP Kosova dhe Big Brother VIP Albania. Një titull që ditën e sotme ju ka befasuar të gjithëve. Ndoshta ju ka shokuar në fakt të gjithëve ky titull që thot përplasen, goditen apo nisën në lufta mes Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova. Tani, që nuk ka kompromis në këtë mes, që nuk ka paqe në këtë mes, për atë jam shumë i bindur, sepse vetë Olsa Muhameti, një personazh shumë i dashur për publikun shqiptar, pati një tërheqje të menjëhershme nga televizioni Top Channel dhe me realizimin e këtij Big Brotherit në Kosovë, Olsa i shpallë një lloj lufte apo një lloj konkurrence televizionit Top Channel me këtë që po realizon, sepse në fund të ditës të dy televizionet luftojnë për klikime dhe besoj që lufta ka mbetur që në vitin e kaluar kur televizioni Top Channel pa pyetur fare mori direkte gjestin në televizionin e tij dhe ishte si një lloj hakmarrje kundër drejt Big Brother VIP Kosovës, por më konkretisht çfarë ka ndodhur? Rivaliteti mes dy reality show-ve më të ndjekur në trojet shqiptare ka nisur zyrtarisht në rrjetet sociale dhe jo në një arenë televizive. Pas javësh zërash, spekulimesh dhe pritje të dy produksioneve kanë hedhur videot promocionale, duke sinjalizuar startin e luftës për publikun. Konfirmon fillimin e sezonit të 4 pikërisht natën e sonte Big Brother VIP Kosova, ndërsa videoja prezantuese e Alaudin Hamidit dhe Jonida Vokshit ka marrur 856 shikime, ndërsa banorët e nde sekret intrig që po ndezin pikërisht rrjetin. Ndërsa Big Brother VIP Albania, kthim i shumë pritur, konfirmohet starti në dhjetor, Ledion Liço rikthehet sërish si moderator. Videoja promocionale sapo doli ka kaluar mbi 1 milion shikime për pak orë të plota. Ky reagim masiv ka hedhur poshtë thashë themet për mungesë të edicionit të ri dhe krizës së përfolur së Sara Hoxhës dhe Ledion Liços. Nuk ka eliminime, nuk ka votime, nuk ka asnjë banor ende, por lufta për shikime, klikime dhe vëmendje ka filluar më herët se kur. Do me thënë, ato që unë e thash që parë, do me thënë që të dy Big Brotherat luftojnë për klikime, kjo është më se e vërtet. Që në momentin e parë, do me thënë Big Brother VIP Albania, nëse unë jam koherent kur kam folë për trofeun, Big Brother VIP Albania është Big Brotheri që mban trofeun, sepse është një produkt që është krijuar më herët, ka ardhur më herët dhe ka sjellur risin, nga që është një hap më para se Big Brother VIP Kosova në krimtarinë e tij. Ndërsa Big Brother VIP Kosova nuk mund ta gjuajmë në tokë, sepse për vetëm 4 vite ka arritur me shikime që të jetë qoftë në ndonjë prime edhe më shumë se Big Brother VIP Albania, dhe kjo nuk është për të nënvlerësuar. Do të thënë 4 vite me 20 vite ka një dallim shumë të madh, po 4 vite ka hyrë me një herë në treg dhe normalisht që ka luftë për klikime. Big Brother VIP Albania promoja ka marrur 1 milion klikime dhe unë e pres që prime i tyre i parë, organizimi prime i të parë, shtëpia, mënyra se si do ta sillnin do të jetë shumë më gjigande se sa platforma e Klan Kosovës, që do të thënë realizon këtë Big Brother Art Motion, por gjithsesi nuk janë, do të thënë, për t'i gjuajtur në tokë, nuk janë për t'i komentuar bosh, sepse unë mendoj që të dy platformat kanë një shikueshmëri të jashtëzakonshme dhe mendoj që Big Brother VIP Kosova, kjo është gjithmonë analiza ime, këtë vit do të vej këmbën me përzgjedhjen, me protagonistët dhe me atë se çfarë do të sjellën tek publiku shqiptar. Domethënë kjo lufta e shumë përfolur që ka nisur mediatikisht rreth Big Brother VIP Albanias dhe Kosovës, kuptohet që sot luftohet për klikime, kuptohet që sot vlerësohen klikimet dhe kuptohet që sot duam të dim gjithçka rreth ngjarjeve më të fundit dhe rreth klikimeve më të mëdha. Ky është Big Brother, në fakt është një sfidë më veten dhe këto janë ngjarjet më të fundit rreth këtij reality show.